Në pata fat luftove në ato vende ku ka qenë dhe ka vepruar komandant Zahiri. Kolegu im, Fatmir Umondi, Baci, bashkëluftari im i UÇK-s Agro Rahmani, bashkëluftarët e mi të Gollakut prehen në tokën e lirë të Kosovës. Ishte sakrifica e këtij burri, e këtij djali që la traka, një ero që me aktivitetin e tij krijoi simpati për familjen, simpati për legionin ku jemi dhe ngriti lart nderin e kombit shqiptar. Koleg bashkëluftar i komandantit Adem Jashari. Shkojmë këto vende ku këto kryen karrierën e parë të komandantëve. Ka ajo plakë për kujtimore ku janë stërvit. Është ai ka i Kosovës që menaxhon luftën. Ato kriju në ushtrinë në rrethim, i dhamë fizionomi të plot për zbatu ato detyra me karakter të mirëfillt luftarak. Ata ronë në fushë të nderit ballë për ballë me forcat pushtuese serbe. I përjetshëm kujtimi dhe mesazhi që përcjellin dëshmorët është të mos i harrojmë aktivitetin e tyre, t'i lejmë Kosovës të ardhmë të ndritur dhe brezat ta shikojnë se kush janë themelet e kësaj lirie. Në krah kam një bashkëluftarin tim që me moshatarët e tij la luksin e perëndimit dhe i thiri Kosova. Ato kishin vetën më rehat në Zvicër, në Gjermani, në Belgjik, po geni i detyroi të vinë dhe të kontribojnë për Kosovën. Aktualisht, si puna e kolegut tim që kena vepruar në të njëjtën njësi në kualifikimet e mëvonshme, mbaroi 2 akademi, atje ku shkojnë ato që menaxhojnë sigurinë e kombeve dhe janë faktor kryesisht në të gjithë rregullin toksor. Kjo është një hap cilësor që po ja besojmë ardhmërinë atyre djeve që dje ishin luftë, sot menaxhojnë sigurinë e Kosovës. Ky është një kolegu im e ju Paqetonci, Uki. Po kemi edhe të tjerë që i shërbejnë Kosovës në sfera të ndryshme, në larmi të ndryshme, dhe më vjen mirë që ky brez ose brezi i luftës, jo se jemi më të mirë se sa prindit tanë dhe ato që i quhen të burgosur politik, po janë të burgosur të çështjes kombëtare. Do të jemi mirënjohës sepse trasun një rrugë të shenjtë për lirinë e kombit. Faleminderit, qofshim gjithë një faqe bardhë. Mbasti i pat Kosova dhe çdo familje. Në këtë ditë përkujtimi për dëshmorët e komunës së Prishtinës, ne ndjehemi të nderuar që si gjithmonë në mesin tonë kemi komandantin Adem Sheu, njeriu në cili mua personalisht, por edhe shumë prej dëshmorëve të Gollakut, të brigadës 153, i ka dhënë njohuritë e para ushtarake. Unë armën e parë e kam përdorur me instruksionet e komandantit që kam në anën time të majtë, një njeriu që unë vlerësoj që është një ndër njerëzit më meritor për lirinë që e ka sot Kosova, një ndër njerëzit më meritor për zhvillimin e gjithë atyre luftarëve që mbijetuan luftës e që u bën pjesë e strukturave të sigurisë edhe mbrojtjes. Dhe sot, në këtë ditë përkujtimi, unë mund të them që sot vendi ynë po ecë në drejtimin e dur, ushtria jonë po ndërtohet duke pas gjithmonë për bazë themel të saj, ushtrinë shërimtare të Kosovës, gjakun e derdhur për liri, sakrificën e brezave të tërë për lirinë e vendit tonë, dhe fuqizimi i ushtrisë, armatosja e ushtrisë, zhvillimi i ushtrisë po bëhet gjithmonë duke ju referuar një të kaluare që është shumë e lavdishme, që është e kaluara e lavdishme e ushtrisë shërimtare të Kosovës.
Lavdi të gjithë dëshmorët e kombit, lavdi dëshmorët e komunës së Prishtinës. Lavdi.